Shqipëria po hyn në javët vendimtare të eliminatorëve, ku kuqezinë do të luajnë 2 ndeshjet e fundit në grup që do të përcaktojnë fatin e tyre në rrugtimin drejt botrorit. Fillimisht më 13 nëntor, skuadra e trajnerit Silvinho do të përballet në transfert me Andorrën, ndërsa 3 ditë më vonë, më 16 nëntor, do të zhvillohet sfida më e shumë pritur, ajo ndaj Anglisë në stadiumin Air Albania. Interesimi i tifozëve për këtë përballje ka qenë jashtëzakonisht i lartë. Mbi 100.000 tifoz kanë aplikuar për bileta sipas njoftimit zyrtar të FSHF-s, ndërsa çdo tifoz ka pasur të drejtën të aplikojë deri në 4 bileta. Për shkak të kërkesës së madhe, federata vendosi që shpërndarja të bëhej përmes një shorteu elektronik, i cili përcaktoi fituesit e mundshëm. Kjo mënyrë ndarjeje megjithatë ka sjellë shumë pak kënaqësi dhe polemika në opinionin sportiv. Ashtu si në ndeshjet e fundit të kombëtares, edhe këtë herë tregu i zi për biletat po lulëzon me ritme të frikshme. Shumë persona kanë aplikuar për bileta jo për të qenë pjesë e tribunave, por për të rishitur ato me çmime të larta. Në rrjetet sociale janë shfaqur dhjetra postime që ofrojnë bileta për ndeshjen ndaj Anglisë, madje edhe nga agjenci turistike që përfitojnë nga kërkesa e madhe. Çmimet e biletave nga FSHF ishin të kripura që në nisje, por në tregun e zi ato po shiten me 3 ose 4 fishin e vlerës zyrtare. Një bilet që zyrtarisht kushton 2500 lekë, në internet po ofrohet deri në 10.000 lekë. Ky fenomen ka privuar shumë tifozë të kombëtares që kanë ndjekur në çdo stadium, brenda dhe jashtë vendit, nga mundësia për të qenë pranë skuadrës në një nga ndeshjet më të rëndësishme të viteve të fundit. Tifozë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora shqiptare në Europë shprehin çdo ditë pakënaqësinë e tyre në rrjetet sociale, duke akuzuar FSHF-n për mungesë transparence dhe mos menaxhim të drejtë të procesit të shpërndarjes. Një tjetër çështje që ka ndezur debat është marrëdhënia e prishur mes FSHF-s dhe tifogrupeve zyrtare si tifozat Kuqezi, Iliria në Elit, Ballistët apo Plisat. Këto grupe kanë qenë shtylla kryesore e atmosferës në çdo ndeshje të kombëtares, duke ndjekur Shqipërinë në çdo cep të Europës, edhe në periudhat më të errta të futbollit tonë. Megjithatë, për disa kohësh mungesa e tyre është e dukshme në shkallët e Air Albanias. Përçarja nisi që në ndeshjen kundër Serbisë, kur tifogrupet u lanë pa bileta të dedikuara, duke shkaktuar përplasje dhe bojkot. FSHF zgjodhi të mos krijonte sektor të veçantë për ultrasit, gjë që u konsiderua si shkelje e traditës dhe mungesë respekti për tifozët më besnik. Si pasojë, tifogrupet kanë vendosur të bojkotojnë ndeshjet e kombëtares në shenjë proteste. E njëjta situatë pritet të përsëritet edhe në përballjen ndaj Anglisë, ku në tribunat do të jenë kryesisht spektatorë të rastit, fitues të shortit apo personazhe publik, ndërsa ultrasit do të mbeten jashtë stadiumit. Nga ana sportive, ndeshja ndaj Anglisë pritet të ketë peshë të madhe për ecurinë e Shqipërisë në grup. Kuqezinë të Silvinhos kanë bërë një fushat të mirë dhe ndodhen në një pozitë që mund të sigurojë vendin e dytë, i cili çon në play-offin për botrorin. Skenari më i favorshëm për Shqipërinë do të ishte që Anglia të mposhte Serbinë në Londër, ndërsa Shqipëria të fitojë në transfert ndaj Andorrës. Një kombinim i tillë do të siguronte matematikisht kualifikimin e kuqezinëve, duke e kthyer sfidën e 16 nëntorit në një festë kombëtare.